policia ka kapur dhe prokuroria kanë arrestuar mbi $500.000 apo euro. Dhe ç'a ndodh? Kanë qenë 2 persona të dëmtuar. Po e dini kush ka qenë? Njeri prej tyre është, se duhet ta themi tani, njeri prej tyre është pikërisht personi që i siguron prokuror dhe gjyqtarët e shkallës parë dhe të tjerët që të mos dënohen në SPAK. Zoti Karamuqo. Erdi dita me e thonë, Po, sigurisht. Zoti Karamuqo, Ervin Karamuqo, që hynë e del në SPAK, na pas ka qenë i dëmtuar se i pas kanë vjedhur një unaz. po këte informacion ka dash ta thotë, e ka thënë, le të themi kështu tërthoazi, por duke u treguar i kujdesshëm për të mos thonë emrin. Sepse këta fshehin gjykatësit dhe prokurorët. Gjykatësit dhe prokurorët fshehin lidhjet e tyre kriminale dhe mënyrën se si ata ndryhin me njëri tjetrin me lidhje të shumëfishta për të marrë edhe paprekshmëri nga SPAK. Janë pjesë të gjithë të njëjtit lloji dhe këta janë ndërlidhësit. Po tani çfarë roli ka Karamuqo tani në këtë mes? Ju thotë që është ai që mbron prokuror, gjykatësin që mos Karamuqo i ka shërbyer prokurorëve që në rast se unë do t'i kallzoja në SPAK, ai që hyn e del atje për ditë do t'i thoshte atyre që e din vetë në këtë muhabet. Bile ekziston shumë mundësia që ata të SPAK-ut t'ju kenë thënë këtyre të prokurorisë Tiranës mos ja jepni parat. Po unë kam depozituar në prokurorinë e posaçme dhe në gjykatën e posaçme një dosje të tërë dhe kam edhe një kallëzim penal ku persona të caktuar përdoren si korrier dhe sekser. Si rasti Karamuqës. Po pra. Domethënë, nëse një prokuror do t'i thotë nëse një prokuror do t'i thotë gjyqtarit, "Ore, shikonin çikat e Angjëllin andej mos ja jepni parat", si ja thot dot me telefon ai. Se përgjohen ata. Se përgjohen ata. Ata ç'a bëjnë? I thot Altinit, "Bëj çik me sy aty filanit atje." Ka që di vetë ai pastaj. Pjesën tjetër e din vetë ata. Po mirë, ky Karamuqo s'është parë më nëpër media, nuk ka dalë më tani të kohë të fundit. Se e di ai se kush është vetë atje në dosje. Që në momentin që ju keni thënë që video e di në dosje ai e di edhe se është i vetmi ai që po fshihet. S'ka dalë më, nuk ka dalë më. Po se dini juve që ambasadë amerikane nuk shkel me atje në SPAK? Po ti e di se sa kërkesa kanë bërë unë që ata s'kan të drejtë të shkelin në SPAK se janë në konflikt të rënd interesi për shkak të petrolit? Ti ju kujtoni se unë flas, ti po më pyete pak më para ti mua. Pse akoma shpreson ti? Ju se kuptoni që të gjitha fjalët e mia bien në një vesh dhe në një vesh të madh. Jo po. Është vërtet kjo Angels. Është vërtet apo s'është vërtet? Falenderoj shumë, ne kemi vërtetuar, por realisht edhe ata që na ndjekin prej kohësh të besojnë nga filluar të besojnë akoma më shumë. Dëgjoni shumë kjo dhe do të vi dita që edhe ata që kanë menduar ndryshe Atëre dëgjoni tani. Nuk ka bërë vaki dhe nuk do të bëj vaki kur që unë të nxjerr një fjalë nga goja që nuk është e mbështetur në një dokument, në një akt, në një bufet tash. Unë nuk merrem me llafe rrugësh, me llafe me llafe kafeneshe tjera. Edhe kur unë nxjerr fjalën e nxjerr me shumë kujdes dhe vetëm kur e kam të sigurt nxjerr edhe emrat e përveçëm, domethënë si thon fjalës. Tani, keni parasysh një gjë që të gjitha veprimet pa përjashtim, të vogla, të mëdha, ato të sharat që dëgjove ti radhën e para atje para prokurorisë, ai personi që na kërcënonte nga ana tjetër e rrugës, që me shumë gjasa është edhe i shikut dhe i shtytur nga prokurori që është kallzuar disa herë nga unë, po këto do t'i themi çik më vonë. Po. Ashtu dhe. Të gjitha këto janë pjesë e një plani për 2 gjëra kryesore. Një, që të mbajnë paratë e vjedhura. Ka 23 vjet që vjedhin. Ashtu. Dhe e dyta, që të mos ndëshkohen, janë të detyruar që të mbyllin mua çdo rrugë, domethënë në një farë mënyrë më mbajnë mua peng, që të shpëtojnë veten. Se ndryshe nuk shpëtojnë veten mua. Ata nuk do kishin kurse si shans të visnin këto $5,5 milionë, nëse unë do kisha parat, shkoj aty domethënë nëse ja do merr ato $5,000 dhe para të dhjetorit. Gjithë historia. Po pra, e kësaj pjese këtu. Të tëra këto janë shpjeguar oficerit policisë gjyqësore
i ka qenë i asistuar. Tani, do t'ju them një gjë, më lejoni t'ju nxjerr një foto këtu, apo ta dërgoj ty? Do ma dërgosh. Apo do ta dërgoj ty, po do ta hedhësh patjetër. Po, patjetër do ta hedh. Në këtë foto janë 3 oficerë, një femër dhe 2 meshkuj. Atë femërën mund si shmbulohet se nuk ka nevojë, nuk është pjesë e asaj që do them unë tani. S'ka fare puna ajo. Domethënë u ndodh rastësisht në shoqërinë e tyre dy, se janë oficerë policie, kështu që qartë. 2 oficerët e tjerë kush janë? Se di më. Në atë foto, një oficer është Marlin Lika, është pikërisht oficeri që thashun ka dosjen e vendimit formës për erë dhe që 5 muaj nuk e zbardh nuk bërë asgjë, se kështu i ka thënë prokurori, mos bëj asgjë. Dhe tjetri sa për djeni, është oficeri që ka asistuar, kur unë jam takuar në komisariatin nr. 2 me Jeton Markun, do me thënë me oficerin që bënte hetimet për Alda Klosin. Këta 2 janë shok dhe janë të 2 pjesët e njëjtit proces ajdutërie. Sa për djeni, ky oficeri që tani sa po përmenda, dhe Jeton Marku që deri dje, do me thënë deri në atë moment, ishin pjesë e komisariatit nr. 2, tash ti kanë ardhur pjesë e drejtorisë. Të tërë janë promovuar. Ata që kanë të bëjnë me mua, të tërë përfitojnë në një mënyrë apo në tjetër. Do më thënë korruptohen. E kuptoni? Tani, prokuroria sa për djeni, përveç të tjerave, unë kam kërkuar disa informacione, sepse ka shumë mundësi që prokuroria të jetë nxitur nga obori kryeministrisë. Do me thënë, Arben Ahmetaj, që mori ato para dhe që do hetoj, se s'ben, u fut në një loj ku nga një anë u morë nga spaku dhe të gjitha dokumentat vërtetojnë që ai ka qenë kundër inceneratorëve, si shton këta, të paktën, nga ana tjetër ai merr një kallëzim tjetër që mbahet peng në Tiranë, në prokurorinë e Tiranës. Sepse të gjitha këto kërkojnë që të bëjnë zhurmë, por që në fakt, dyshimet e mia janë që Edi Rama ka përfituar drejt për drejt edhe nga ky rast. Pra, radhën e ka Edi Rama. Radhën e ka Edi Rama dhe të gjithë kopukut që ka me vete. Sa për djeni, se shtë thash, Drejtoria Policisë Tiranës mban jo vetëm parat e mia, sepse tash unë kam kryer shërbimin dhe kërkoj parat që ata vetë kanë thënë, shpëton një krye kriminal që ka vajtur ka grabitur me armë në dorë, shpëton edhe personat që kanë marrë parat dhe që nuk janë ata që ndjek policia, dhe nga ana tjetër shpëtojnë dhe gjithë shqiptarët që të futet Edi Rama në burg. Po pra, nga ana tjetër policia i ka mbyllur derën të gjithë mundësive për të marrë informacione për atë të gjitha ato ngjarje të rënda që pastaj vjen në mediat ta thonë po edhe në përbot ka ngjarje që nuk zbardhen.